Në kuadër të 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste të Shqipërisë, deputetja e Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës Briseida Çakëri, e shoqëruar nga kryetari i Partisë Socialiste për Vlorën Klevis Kaso, zhvilluan një takim festiv me veteranë dhe themelues të Partisë Socialiste në Vlorë ndër vite. Takimi u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë dhe mjaft emocionale, ku u vlerësua kontributi atyre që kanë qenë pjesë e rrugtimit të Partisë Socialiste që nga vitet e para të krijimit të saj. Të pranishmit ndan kujtime, eksperienca dhe momente të rëndësishme nga angazhimi i tyre politik dhe qytetar ndër vite. Në fjalën e saj, deputetja Briseida Çakëri theksoi rëndësinë e ruajtjes së vlerave dhe historisë së Partisë Socialiste, duke shprehur mirënjohje për të gjithë ata që kanë kontribuar ndër vite në forcimin dhe përfaqësimin e saj në qarkun e Vlorës. Miq, shok, kontributor të Partisë Socialiste, shumë faleminderit që keni ardhur sot. Shumë faleminderit që keni respektuar historinë e Partisë Socialiste. 35 vjetori i Partisë Socialiste në fakt është 35 vjetori juaj. Ato parti të cilët ju e krijuat, e ritët dhe e mbrojtët në vitet më të vështira. Në vitet 92-96, që kërkonte kurajo, kërkonte sakrificë dhe kërkonte guxim. Po mbi të gjitha vizion për të ardhmen, dhe ju e patët. Prandaj ne jemi këtu sot. Përkulemi përpara gjithë kontributit të dhënë prej jush. Pa ju nuk do të ishim ne. Për çdo kontribut që keni dhënë, por mbi të gjitha, unë ndihem një prej jush. Jam vajza njëri nga ju, por jam vajza secilit nga ju, sepse mësova nga ju. Mësova për politikbërjen, mësova për vlerat, të cilat ne duam t'i trashëgojmë në breza. Ju nuk jeni histori. Pa ju ne nuk kemi të ardhmen. Dua gjithashtu të shpreh mirënjohjen për kryetarin e Partisë Socialiste, kryeministin Edi Rama, për punën e palodhur të bërë me vizion për leadershipin e tij që na ka drejtuar drejt fitoreve të njëpasnjëshme. Falti, ne shkojmë nga fitoria në fitore. I ka zbardhur, i ka hapur një faqe tjetër Shqipërisë, atë të rrugës së Bashkimit Evropian, në të cilën ne jemi më pranë se kur. Dua ta mbyll fjalën time duke thënë që paçim vetëm fitore. Dhe rrofshi ju, dhe rrof Partia Socialiste. Ndërsa kryetari i Partisë Socialiste për Vlorën Klevis Kaso vlerësoi kontributin dhe përkushtimin e veteranëve dhe themeluesve të partisë, duke nënvizuar se eksperjenca dhe angazhimi i tyre mbeten një frymëzim për brezat e rinj socialist. Ai theksoi se Partia Socialiste vijon të mbështetet mbi vlerat e solidaritetit, punës dhe bashkëpunimit me qytetarët. Përshëndetje të gjithëve. Unë dua ta nis me një falënderim shumë të madh për deputeten Briseida Çakëri që ka bërë këtë takim kaq të madh së bashku me familjen e madhe Çakëri, që realisht ka një kontribut shumë të vyer për themelet e Partisë Socialiste. Ju jeni themeli i vërtet i frymës socialiste të përcjell kaq gjatë në breza dhe është organizata më e madhe partijake në vend vetëm fal jush. Edhe pse jemi një hap afër Europës, është përsëri fal jush, edukatës që ju keni transmetuar, modelit që ju keni transmetuar, frymën që ju keni dhënë në breza për të kontribuar dhe të vazhduar të kontribuojmë për Shqipërinë Europiane. Kështu që unë jam shumë falënderues, shumë mirënjohës për të gjitha atë që ju keni bërë një për një, secili prej jush për Partinë Socialiste, sado i vogël ai kontribut, i madh gjithashtu. Kam biseduar pothuajse me secilin prej jush dhe kam marrë vetëm pozitivitet. Nuk keni brenga se si është vazhduar të transmetohet fryma e partisë, dhe kjo tregon që keni qenë të hapur, keni qenë bashkëpunues dhe keni bërë maksimumin që ajo STEM, kjo frymë bashkëpunuese të jetë të prevalojë mbi çdo gjë. Shumë faleminderit, gëzuar 35 vjetori i Partisë Socialiste, gëzuar ju që jeni vërtet festa e Partisë Socialiste. Gjatë aktivitetit u shpërndan certifikata mirënjohje për veteranët dhe themeluesit e Partisë Socialiste, si shenjë falënderimi për kontributin e tyre ndër vite. Edhe të vlerësuarit me certifikata përshëndetën të pranishmit, duke ndarë emocione dhe kujtimet e tyre në rrugtimin politik, si dhe duke uruar që Partia Socialiste të vijojë të mbetet pranë qytetarëve dhe zhvillimit të vendit. Nuk kam emocione jo për ndonjë gjë, po kur shikoj këto fytyrat të këtij brezi, nuk kam çfarë them më. Inshallah jetë gjatë edhe këtij brezi dhe jetë gjatë e Partisë Socialiste. Ndjehemi të respektuar, sepse në një farë mënyrë i jepet kontributi i gjithë atyre viteve, si unë, edhe shumë shokë të tjerë që janë këtu. Dhe unë përshikoj që janë moshatarë, dhe i përshëndes të gjithë ata që kemi mundësi t'i takojmë, dhe ju uroj shëndet, dhe ty të uroj suksese, dhe të na përfaqësosh me dinjitet në kohën. Shumë sinqerisht, kjo është një surprizë që
e kam bërë këta, ndjem shumë i privilegjuar që më kanë dhënë këtë. Unë jam një ndër të shumtit edhe të paktit të Partisë Socialiste si themeluesit e saj. Ndjem shumë i vlerësor dhe shumë faleminderit për këtë. Faleminderit për vlerësimin. Takimi u mbyll në një atmosferë festive dhe miqësore, me surimeve, fotografive kujtim dhe bisedave me pjesëmarrësit në përkujtim të 35 viteve histori të Partisë Socialiste.